حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإمام طحاوي رحمة الله عليه والجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. Krejt ajo çka është vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hak, është shariat, është pjesë e dinit të Allahut azza wa jall. Allahu i madhruar e dërgoi pejgamberin alaihi salatu wassalam për të aspjeguar njerëzve dinin e vet. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Allahu është ai i cili dërgoi rasulin, pejgamberin e tij, bil huda, me udhëzim, me nur dhe me dritë, me dinin që është i vërtet hak. Ja shegu njerëzve dinin dhe dini islam e mbet mbi të gjitha fetë e tjera. E përderisa Allahu ja besoi pejgamberit alayhi salam këtë emanet ka që të madh, është shumë logjike që Zoti e ruan atë pejgamber dhe prej gabimeve dhe prej lëshimeve, e mbron atë. Pastaj jo vetëm kaq, por Allahu ngarkoi pejgamberin alayhi salatu wassalam që t'u shpjegoj atë Kur'an. Ne t'u përcjell e pastaj t'u shpjegoj. Jo shpjegoj me fjalët e tina. Pra të arsye fjalët e tij do të jenë në përpikri, në kulminacion për nga vërtetësia dhe preciziteti. E Allah e murë me sipër, azza wa jall, që i dashurit ti në punë dinit, mas të fletë kur gja, vetëm ajo çka është e shpallur prej Zotit. Për atë arsye tha Allahu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nuk flet me hamendje sikurse njerëz të tjerë, por ata çka flet pejgamberi i tij flet me shpallje dhe me inspirim. Për atë arsye hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpallje dhe inspirim në mënyrë indirekte. Në punë të dunjas, pejgamberi i Zotit flet për vetvetes së vet, për mendjes së vet, për aftësive të tina, për prevojës së tij. E kështu me radhë, që është e vërtetuar në shumë gjëra. Në punë dinit jo. E fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam pra që kanë ligj për neve. Ligj janë shariat. Qoftë në çështjen e akides të besimit, e qoftë në çështjen e legjislatorës të shariatit. Argumentet për këtë janë të shumta. Ka thënë Allahu azza wa jall sa për ilustrim, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nuk ka të drejtë, as nuk guxon, as nuk vlen, as nuk meriton, as duhet të shkojë mendja, e tjerë, as një muslimane, as muslimane, as një besimtar, as besimtare, që nëse Allahu ka sjellë ndonjë vendim në Kur'an, apo ka gjykuar me të pejgamberi i tij, ka sjellë ndonjë vendim pejgamberi, e kjo dyta po na dohet neve këto,
Nuk guxon që ai muslimanët thotë po që në bëj çka du. Pra ta kundërshtoj fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam se për të Allahut nuk diskutohet. Njëherë ka shkut një njeri te Imam Shafiu rahmetullahi alayhi. Edhe pyet për një hadith, për një ngjarje, për një mesele. Dhe Imam Shafiu, si tradita e të gjithë ulemave të tjerë, e thot atë që kujtohet apo që mban mend prej Kuranit apo prej hadithit. Dhe thot kështu dhe kështu në këtë mesele ka gjikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ky personi thot, po mirë, për ti çka po thu? Udhënohet Imam Shafiu shumë, thot subhanallah. Ti apo mendon që unë jam në kish, në sinagogë, në faltore, me thonë që ka du, unë po të thëmë ka thonë pejgamberi ka gjiku, e ti po më thëmu që ka thotë. Ka për qëllim se fjalët e tona nuk guxojnë të dalin mbi fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në asë një mënyrë. E hadithe e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë të klasifikuara apo të ndara në dy grupe. Hadithe mutawatir, e që është për qëllim ajo thanje profetike, e cila është përcjellur nga një grup njerëzish, shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam, si për shembull në një mezhlis, në xhami apo diku, pejgamberi thot një fjali apo gjikon në një çështje, prezantojnë shokët e tij se atë në prezencë ty në gjikon apo flet, dhe ata e përcjellin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 70, ma shumë ma pak e përcjellin qatë ngjarje, qatë hadith. Këtë quhet mutawatir. Ndërsa lloji tjetër quhet ahad, dhe me thonë një. Kur e transmeton thonjen profetike apo veprën apo të gjykuarit e pejgamberit alayhi salam, një individ të transmeton, një sahabi. Edhe ajo, për neve në shariatin ligj, nëse vërtetohet saktësia dhe preciziteti i zinxhirit të transmetuesve. E që këtë punë e kanë dorë ulemaja hadithit, të cilët ja kanë kushtuar edhe jetën e vetë kësaj shkence. Imam Tahaviu me këtë nuk ka për qëllim na detajizue neve mënyrën apo e klasifikimit të haditheve dhe vërtetësinë e tyre, sepse është shkencë tjetër krejt. Por ka për qëllim këto me i kundërshtue disa fraksione të cilat kanë dalur në dalalet, kanë humbur për shkak se kanë mohuar hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk i kanë konsideruar ato hadithe si shariat. Nuk i kanë konsideruar hadithet. Në veçanti hadithet ahad që transmetohen nga një sahabi. I kanë refuzuar. E nëpërmjet tyne, pastaj me refuzimin e tyre kanë refuzuar edhe shumë gjana të dinit Allahut. Në veçanti këto është fjala për akide. Kanë refuzuar dhe kanë mohuar shumë emra dhe cilësi të Zotit, xhalla shanu, të cilat janë transmetuar nëpërmjet haditheve, ahad haditheve, të transmetuara nga një sahabi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa fraksione tjera, përpos që kanë mohu hadithet, kanë qitur apo kanë vendosur edhe rregullat e veçanta, sipas ahamendjes së tyre. E pastaj, çdo argument tjetër, dhe i ka dhënë përparësi këtyne rregullave, ndaj Kuranit dhe ndaj hadithit krejt, pastaj çdo argument tjetër, i cila vjen në kundërshtim me këto rregullat të cilat e kanë vendosur ata, s'është puna xehmive, puna mu'tazilve, puna rafidive, shijave, për të arsye shijat të sa dushtuj aty nëse ka thënë pejgamberi kështu thënë, ka dalë tek tyre hadithin që ka transmetuar.
Edhe gjë se kanë transmetuar me Buhariu prej filani deri te Omeri radiallahu anhu apo bëri thotë ja, sepse hadith është transmetuar nga një individ. Edhe kështu me 10 tëra mira hadithe i refuzojnë në stat. Do më thonë një pjesë të madhe të shariatit të Zotit atje si mas shpine. Përderisa rregullat veta të cilat ata i kanë vendosur, nuk bën ato të kundërshtohen në asnjë mënyrë, qoftë edhe me ajete koranore, ose ajete të komentohen si mbas tyre, se edhe ato të anulohen krejt, për më vërtetue besimet, apo parimet e besimit të tyre, për çka edhe kanë dalur në dalalet krejt. Allahu na ruaj. E kjo pikë është ajete cilën Imam Tahaviu dën me i kundërshtue fraksionet të tilla dhe me në tërhek vrejtje neve se ata janë në dalalet edhe se ne ehlus sunnet dhe xhamati me punë të haditheve të pejgamberit i kemi alayhi salatu wassalam punë të zgjedhura të qarta. Për ne nuk është me rëndësi shumë hadithe është mutawatir apo është ahad, sa është me rëndësi vërtetësia e atij hadithi. Sepse është e pamundur në mënyrë logjike tash gati me dalë prej temës krejt i bie kjo, është e pamundur në mënyrë logjike çdo hadith pejgamberit alayhi salam me transmetua kallabllak njerëzish. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot shokëve të vet, dikuj njën për tyne, ajeti për ndalimin e alkoolit zbriti. Mule të shka të tregoj njerëzve se alkoholi o ndalu. Tash të tonë më shku me tregu krejta, që më shku 50 vete 100 metra. Njani shka një tregon, edhe shkan të xhamia e Kubasa për kibletinit nesëm në transmitime jashtë ja, kësë të qoftë, ndashtë jetë kibletinin ndashtë Kubaja, e që ma shumë ka argumente për Kuban. Njerëzit në xhami dhe i thëtojë njerëz kible ndërru. Tash ata me thonë, ja, pa ne proneju një 50 nuk besojma. Kryja e punë. Edhe me një herë ndryshojnë kiblen kjo vendim në shariat, ndryshimi kibles. Apo, pejgamberem e shku në letër, alayhi salatu wassalam, dhe jep filanit, dhe të kime shku mja që filan mretit 1000 kilometra larkë. Tash kërë qënë qatë letër atina, a i me thonë atje, ty vetona, që shme të besohën ty? Dhe me 10-300 rastet e tilla, është e pamundur. Apo qëllën pejgamberi që me Bekrin dikun vetën, qëllën me Merin dikun vetën, gjithmonë me shku me 100 vetë me 500? Apo qëllën me Aishën në dhomë dë vetë atje në shpe? Tash edhe ty nësi besu heqa? Ajo të regon kështu ka vepru, kështu ka thanë, kështu është sjell, kështu është pyet, kështu ka gjyku. Unë kam qenë, e kam dëgju. Tash me thonë, ja, se e kanë të veta. Imagjina sa pjesë e madhe dinit Allahut azza wa jalla humbet. Pra të arsye kjo çështje nuk ka qenë e cekur në mënyrë absolute në shekullin e parë, as shekullin e dytë. Sepse njerëzit janë fokusuar dhe janë edukuar dhe janë bindur se shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam është e pamundur me keq përdor, me keq transmetuar, qëllimisht është e pamundur në mënyrë absolute. E pse harrojnë ndonjëherë diçka, është çështje tjetër, për atë arsye harresa kjo ka vend dikon. Kjo është tjetër meselë, sepse ne nuk e refuzojmë hadithin, por refuzojmë nga njerë kundërshtojmë të gjykuarit me atë hadith, për shkak se bie ta zamin kundërshtim me një ajet koranor. Dhe ne nuk e refuzojmë hadith, nuk e mohojmë se është i vërtet, dhe rrugën transmetimit e vërtet, por themi si duket sahabiju që ka transmetue, e ka harru, e ka shtu një fjale, e ka paku. Pra të arsye mbetet hadithi në vendin e vetë, por nuk marrim prej tina, dispozit nuk gjykojmë. Për shembull, se çështja e ramës në namaz, a më ra me goj, a më ra me dorë, një pej arsyeve është edhe kjo. Pej justifikimeve të mos marrës e hadith është edhe kjo, që mos më ra me dorë për më ra me goj. Dhe ka dhe hadithe tjera, apo nga një herë jo kjo hadith, nuk për akuzojmë në asë një fjalë sahabijun, por bien kundërshtim me rregullat e përgjithshme të Kuranit, andaj kemë rezerva ndaj këtij hadith. Këtu janë mendimet fuqahave të ehlus sunnet që është shumë normale për ijtihadit tyne, por me mohu hadithet,
ahad, pse në transmituar nga një sahabi, i bie me mohue një pjesë të madhe të dinit Allahut Azza wa Jall, qoftë në çështjen e besimit, qoftë në çështjen e shariatit, e ky ka për qëllim çështjen e besimit, veçanërisht e emrat të Allahut, të cilësitë të Allahut, të njohje lartë madhërisë së Zotit Gjelle Shanuhu, e ne jemi të obliguar të ruajmë atë originalitet nga Allahu që ka ardhur nga pejgamberi alayhis salatu wasalam, ne tani njohim Zotin ton hak, për ndryshe nuk e njohim Zotin ton hak, nuk e njohim Zotin ton që duhet me njoh. Kaq për këtë temë, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد المعتدين